Pejgamberi alayhi salatu wassalam i jepte shembullin e vet në dëgjim. Pra, të dëgjuarit në kohën e pejgamberit nuk ishte thjesht me dëgju ty, se definicioni i fjalës dëgjim do të thonë dëgjoj ty po i ndëgjoj edhe ata të tjerë. I dërguari i Allahut përpës sem kishte insat. Që do të thonë nuk ka komunikazia moderne insat. Pra të dëgjuarit me vëmendje, pra ai kur dëgjonte ty, ai binte te ti dhe krijon do të thonë në shkencën moderne dëgjimi aktiv quhet. Dëgjimi aktiv është kur ti me vëmendje dëgjon. Nuk është vetëm dëgjimi. Po dëgjimi i vëmend, po i dërguari i Allahut kur e dëgjonte, do të thonë ja krijonte atë bindjen atij tjetrit se ai tash është më i rëndësishmi. Pastaj i dërguari i Allahut komunikonte me zemër. I fliste, zërin e tij e dëgjonte veshi. Por automatikisht qetësoheshte zemra dhe lulëzonte shpirti, lulëzonte. Pra, edhe ata të cilët në momente urrenin kur e dëgjonin thoshin ky flet komplet ndryshe. Pra kishte një komunikologji që i rahatonte njerëzit. Pra komunikologjia e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte ajo që qëllim final kishte ti njoftojmë njerëzit me Allahun xhaleshan, ti drejtojmë drejt Allahut xhaleshan, ti shpotojmë nga kthetrat e idhujtarisë, nga ngushticat që ata i kanë kriju për veten, ti drejtojmë drejt njerëzis, nga errësirat, nga padrejtia që i bëhet Zotit, nga besimet e kota, pra i përdorte atë komunikologji, pra kur fliste me njerëzit i dërguari i Allahut, nuk e kthente kokën, e kthente komplet trupin. Dhe i drejtoheshte për mi dhënë rëndësi dhe vëmendje. Pra kur uleshte ku ka vend dhe e dëgjonte me shumë vëmendje personin që fliste. Me shumë vëmendje. A ke mbaruar, nuk e ndërprerë. Jo. Kjo është edhe nëse ata e shonin dhe e kritikonin. Domethënë kritika shumë të rënda ai ndëlgjon edhe kur i thoshte a ke mbaruar, nuk i thoshte thjesht a ke mbaruar, po i përmendte një epitet që ai e donte. Një pseudonim që ai e donte. Pa i thoke ja e valuelit, a mbarove? A kam drejtun e me fol tash? Pra a ma jepni lejen me fol? Pra kjo është ajo që me respekt i ulte të gjithë. Pra si i dërguari i Allahut në komunikim kishte komunikim dashurie me familjen dhe komunikim me respekti me publikun, e në veçanti me shokët e vet. Realitet praktik dhe sunet i Muhamedit sallallahu që ne ta praktikojmë në jetën tonë. Mos nxitojmë domethënë me bisedë, me fjalë, me kthimin e fjalës, pa e dëgjuar deri në fund ata çka. Kjo është një defekt shoqëror. Na nuk dëgjojmë me komuniku dhe na dëgjojmë u përgjigj. Na nuk kuptojmë. Nuk dëgjoj për me kuptu, na dëgjoj për mu përgjigj. Thjesht e dëgjojmë dhe përgjigjemi, pra nuk ndalemi ta kuptojmë se çfarë është duke thonë. Pastaj kur ta kuptojsh muhabetin atij ti e shef, a është e rëndësishme mu përgjigj ajo apo është gjë e qartë. Na nuk dëgjojmë me kuptu, na dëgjojmë u përgjigj.